çfarë të ham në mëngjes që të më shtojmë kile, siç e shikoni këtë tani këto pankes, do thoni juve do shtojmë 5-6 kile, jo. Shikoni tani me se përbëhen këto. Përbërësit është tërshëra, një vezë, pak qumësht, unë i hodh edhe një çik kakao se dua të dalin ashtu si çokoladë. Dhe pastaj ja do t'i bëj në këtë mixer blender, thuani si të doni, derisa të dali përzierja në këtë mënyrë. Domethënë në vend t'i hedh miell, unë do t'i hedh tërshërë. I hodh edhe pak vanilje brenda se harrova që t'ja hedh që nga fillimi. S'ka problem fare, mund t'ja hedhni edhe tani para se ta çoni në tigan. Tigani e nxeva në një herë në fillim, nuk i hodha vaj unë, se është nga këta tiganet që nuk ngjitin. Nëse e keni nga ata tiganet që ngjitin, mund t'i hedhni pak fare vaj, ta lëni pak me vaj ulliri, jo me gjalpë se do të bëhet më e rëndë. Edhe dalin o njerëz, aq të shishme, aq të mira. Unë shoqërova me fruta siç patë, edhe me mjaltë. Mund t'i shoqëroni me çfarë të doni juve, po me që e bëra si më të lehtë, mëngjes i lehtë, është perfekt. Unë edhe kur kthehem nga palestra e ha këtë mëngjes, është shumë i mirë, shumë i shishëm, nuk i ngret gjitha këto unë. Ishte edhe burri aty, unë vetëm i provova për në video siç mund të shikoni, edhe i ndam bashkë me burrin. Të kaloni bukur, ciao.